Mirë dita të gjithëve, mirë se keni ardhur gjithë anëtarët e kryesisë, të gjitha grupeve politike. Sot në fakt jemi mbledhur për një situatë e cila patjetër që është një situatë e veçantë në llojin e saj, në drejtimet e institucioneve të këtij niveli. Kemi të parashitur të depozituar në zyrat e Këshillit Bashkiak një kërkesë për dorëheqje nga kryetari aktual i Bashkisë Vlorë, zoti Ermal Dredha, i cili i ka drejtuar Këshillit Bashkiak një kërkesë, të cilën gjithë anëtarët e kryesisë e kanë përpara. Për sa i përket dispozitave ligjore në fuqi, Këshilli Bashkiak, si institucion, ka vendosur në dieni prefektin e Qarkut Vlorë si organ i kompetent në i lartë i Qarkut, ka vendosur gjithashtu në dieni dhe Këshillin e Ministrave për të vazhduar procedurat e mëtejme ligjore. Sipas rregullores, ky institucion duhet vazhdojë të funksionojë, kështu që na duhet të thërasim një mbledhje jashtë radhe për t'i dhënë mundësinë provizorisht të njërit prej zëvendës kryetarëve, por që sot gjithë anëtarët e kryesisë do të diskutojnë lidhur me këtë kërkesë për dorëheqje.